Një shpërthim me tritol, i ndodhur në orët e para të mëngjesit të së shtunës, është zbardhur nga policia e Tiranës, e cila ka arrestuar 3 nga 4 personat e përfshirë. Mes të arrestuarve është edhe ish efektivi i forcave operacionale Jeton Lami, i konsideruar si personi i fundit që ka patur kontakt me Ervis Martinajn, i zhdukur prej më shumë se 3 vitesh. Bashkë me Lamin janë arrestuar edhe Florin Domi dhe Flogert Mezhika. Nga raportimet mësohet se 3 të arrestuarit i kishin vendosur një gjop 500.000 euro pronarit të Godinës, Sajmir Sina, i cili është emigrant në Itali. Sina ja kishte lënë në ambientin me qirak Lodian Muratit dhe Benar Delezit, punëtor që kishin ngritur një restorant peshku. Por duket se Lami dhe 2 të arrestuarit e tjerë nuk ishin dakord për këtë marrëveshje qiraje, duke kërcënuar pronarin e Godinës. Nga raportimet mësohet se mes grupit të arrestuarve dhe 2 punëtorëve ka patur njohje dhe mosmarrëveshje të mëparshme, çka duket se ka shërbyer si burim konflikti. Dhe për këtë arsye e kishin paralajmëruar se nëse nuk i largonte ata nga lokali, do duhet u jepte atyre gjobën prej 500.000 eurosh.